Të votuari shkojnë si me thani në finale. Për ta fillojnë nga nënshkrime, do me thënë se cili kandidat që do me hynë në garë për president duhet t'i ketë 30 nënshkrime, pra që është si me thënë dera kryesore për me hynë në garë për president. Pastaj momentin që je në garë, mund t'jesh në garë vetme ose i vetëm, po mund t'jenë edhe më shumë kandidat në garë, që i kanë sigur nga 30 vota. Në se cilin votim duhet pa tjetër të jenë 80 deputet në salë, do më thënë kjo është së paku, 80 deputet, por në 2 rundet e para, kandidati për president duhet edhe t'i merë 80 vota, pra 2/3 e votat e parlamentit, në 2 rundet e para. Po, në qovë se në 2 rundet e para t'i merë 2/3, që janë 80 vota së paku, atëherë, këtu ka tash skenar të ndryshëm, në qovë se është një kandidat i vetëm, atëherë ai kandidati vetëm duhet i nështrohet të rundit të tretë. Në rundin e tretë, atëherë duhet i merë së paku 61 vota, që i bjen mbi 50% të numrit të përgjithshëm të kuvendit. Mirë po, ajo bjen në shprehje vetëm në qoftë se janë 80 kandidat deputet të pranishëm në kuvend dhe të cilët e kanë validu pjesëmarrjen, sepse ata mundu me qëndru në kuvend, por nuk e validojnë pjesëmarrjen. E qysh është kjo çështja e validimit? Po, tashi, me qenë se ka sistem elektronik në kuvend, ata duhet ta fusin kartelën e vetë. Por, kur shkon me votim të fsheft, atëre, do më dhe gjithmonë ata duhet ta fusin kartelën e vetë edhe të regjistrohen në sistemin elektronik dhe të shihet që janë 80 deputet të cilët e kanë konfirmu po marrin pjesë në procesin zgjedhor të presidentit. Vetëm në qoftë se i kemi 80 deputet, atëherë mund të vazhdohet me votim, në qoftë se nuk janë 80 deputet aty, nuk kemi quorum dhe nuk zhvillohet fare votimi sepse s'ka quorum. Por në qoftë se ka më shumë kandidatësh, mundet me pas më shumë kandidat, ne po shohim që është rritë interesimi i personalitetet që po dëshirojnë të jenë kandidat për president, atë në qoftë se ka më shumë kandidat, futën e garë, prapë në rundin e tretë duhet patjetër të jenë 80 deputet të validum në parlament, në kuvend, atër ata votojnë. 12 të votuari shkojnë si me thani në finale. Dhe këta 2 të votuarit atër kandidati që merë shumicën e votave edhe fiton garën për president.